Horoskopi ditor e diel 1 qershor 2025. Horoskopi ditor i dashit 1 qershor 2025. Dashi, sot është një ditë për të përqafuar ndryshimin. Ndërsa hëna rreshtohet me Merkurin, duke ndezur qartësi dhe besim në komunikimin tuaj. Ky rreshtim planetar ju inkurajon të shprehni mendime dhe ndjenja, duke nxitur një mirëkuptim më të madh me ata përreth jush. Profesionalisht merrni në konsiderat ndërmarrjen e veprimeve të guximshme. Kozmosi favorizon inovacionin dhe leadershipin. Megjithatë, mos harroni të balanconi entuziazmin me planifikimin e kujdesshëm për të shmangur gabimet impulsive. Financiarisht mund të lindë një mundësi surprizë që kërkon vendime të shpejta, por të menduara mirë. Emocionalisht kaloni kohë me miqt ose të dashurit për të rimbushur. Praktikimi i vetëdijes mund të ndihmojë në menaxhimin e energjisë dhe eksitimit të shtuar. Fizikisht është një kohë e shkëlqyer për të përfshirë në ushtrime të lehta si yoga ose një ecje e shpejtë për të kanalizuar energjinë e tepërt pozitivisht. Shpirtërisht kërkoni frymëzim nga burimet të papritura. Në fund të fundit, me qasje strategjike dhe komunikim me zemër të hapur, ju mund të shndërroni sfidat e mundshme në përvoja shpërblyese dhe të përgatitni terrenin për sukseset e ardhshme. Horoskopi ditor i Demit 1 qershor 2025. Demi, vallëzimi qiellor i sotëm përqendrohet rreth kultivimit të mirëqenies suaj emocionale, ndërsa Venusi, planeti juaj sundues, në trigon me Neptuni. Ky aspekt ushqen kreativitetin, duke ju ftuar të eksploroni rrugë artistike ose ndoshta të kënaqeni me muzikë ose art për të ndezur gëzimin e brendshëm. Në sferën tuaj profesionale, bashkëpunimi bëhet qelësi. Përpjekjet në ekip janë më të suksesshme se sa përpjekjet solo tani. Besoni në njohuritë e kolegëve dhe qëndroni të hapur për kompromis. Vendimet financiare duhet të jenë konservative. Sigurohuni që të keni të gjitha faktet para se të angazhoheni. Emocionalisht, jepni përparësi kujdesit për veten dhe reflektimit personal. Konsideroni mbajtjen e një ditari për të përpunuar mendimet, duke promovuar qartësi dhe paqe të brendshme. Marrëdhëniet lulëzojnë ndërsa empatia juaj forcon lidhjet, duke nxitur lidhje më të thella. Fizikisht, trajtojeni trupin tuaj me teknika relaksimi si ushtrime të frymëmarrjes së thellë. Shpirtërisht, angazhohuni në një meditim të qetë për të harmonizuar paqen e brendshme me realitetet e jashtme. Në përgjithësi, përqendrohuni në dëgjimin e brendshëm dhe lejoni që zemra juaj të udhëheqë zgjedhjet, duke rritur potencialin harmonik të ditës. Horoskopi ditor i binjakëve 1 qershor 2025. Binjakët, kurioziteti juaj i lindur është rritur sot, ndërsa hëna në shenjën tuaj bën sekstil me Marsin, duke ju ngjallur një dëshirë të fortë për të mësuar dhe eksploruar. Ky shtrirje planetare favorizon fillime të reja, duke e bërë atë një kohë optimale për të filluar një projekt ose për të zhytur në një temë me interes. Profesionalisht, zgjuarësia dhe përshtatshmëria juaj e shpejtë ju pozicionojnë mirë për të përballuar sfidat e papritura dhe për të kapur mundësitë e reja. Kërkoni bashkëpunime që rrisin perspektivën tuaj inovative, por keni kujdes që të mos e teproni me veten. Financiarisht, një rishikim metodik i shpenzimeve ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit, duke siguruar rritje të qëndrueshme. Emocionalisht, ndarja e ideve me miq të ngushtë mund të nxjisë mbështetje dhe frymëzim. Jepini përparësi komunikimit të hapur në marrëdhënie për të shmangur keqkuptimet. Fizikisht, kanalizoni energjinë e shqetësuar në aktivitete fizike si një sport i ri ose një klasë vallëzimi. Shpirtërisht, lini hapësirë për vetanalizë dhe të mësuar, duke nxitur vetëdije më të thellë. Përqafoni fleksibilitetin, sepse sot ofron emocione dhe potencial për rritje të konsiderueshme personale. Horoskopi ditor i Gafores 1 qershor 2025. Gafore, në këtë ditë, rreshtimi i Venusit me Uranin hedh dritë mbi marrëdhëniet tuaja ndërpersonale, duke sjellë njohuri të papritura. Jini të hapur ndaj planeve spontane ose ndërveprimeve të papritura që mund të nxisin lidhje të reja ose të ringjallin lidhjet e vjetra. Profesionalisht, përshtatshmëria është qelësi. Pasi ndryshimet mund t'ju nxisin të rimendoni strategjik. Besojini akordimit intuitiv në dinamikën e vendit të punës, duke përqafuar ide inovative ndërsa qëndroni të bazuar në praktik. Financiarisht, tregoni kujdes duke shmangur blerjet impulsive dhe përqendrohuni në qëllimet afatgjata. Emocionalisht, është një ditë e shkëlqyer për t'u angazhuar në biseda kuptimplote, duke promovuar empatinë dhe mirëkuptimin. Ushqeni veten duke i dhënë përparësi kohës cilësore me familjen ose miq të ngushtë. Kjo mbështet mirëqenien tuaj emocionale.
Fizikisht, kënaquni me aktivitete qetësuese si noti ose ecja në natyrë për të balancuar ndryshime dinamike të energjisë. Shpirtërisht, kërkoni momente reflektimi për të parafruar qartësinë e brendshme me veprimet e jashtme. Sot, përqafoni elementin e surprizës, duke pasuruar arenat personale dhe profesionale përmes një pranimi me zemër të hapur. Horoskopi ditori Luanit, 1 qershor 2025. Luani, sot rreshtimi harmonik i diellit me Saturnin thekson durimin dhe këmbënguljen. Këto cilësi janë thelbësore ndërsa përballoni një ditë të kënaqshme, por sfiduese. Profesionalisht, një qasje e strukturuar e shoqëruar me përpjekje të disiplinuara do të shpërblehet. Mund të lindin mundësi leadershipi, duke kërkuar delegim të menduar mirë dhe një vizion të qartë. Financiarisht, është një kohë e favorshme për planifikim strategjik. Merrni në konsiderat investimet afatgjata me kujdes. Emocionalisht, mbështetuni te miqtë e besuar për mbështetje dhe këshilla. Diskutimet e sinqerta mund të parandalojnë përshkallëzimin e frustrimeve të vogla. Në marrëdhëniet personale, qëllimet e përbashkëta rrisin lidhjen dhe rritjen e ndërsjellë. Fizikisht, kanalizoni energjinë në rutina produktive shëndetësore që forcojnë forcën dhe vitalitetin. Qoftë përmes tërvitjes së forcës apo klasave dinamike në grup. Shpirtërisht, përqafoni reflektimin përmes shkrimit të ditarit për të parafruar ambiciet me vlerat personale. Duke ruajtur fokusin në progresin e disiplinuar, ju hapni porta drejt suksesit dhe kënaqësisë së qëndrueshme. Sot, shfrytëzoni një përzierje vizioni dhe besueshmërie, duke siguruar një rrugë të përmbushur dhe të ekuilibruar përpara. Horoskopi ditori Virgjëreshës, 1 qershor 2025. Virgjëresha, dita e re ju fton të përqafoni aftësitë tuaja analitike. Ndërsa hëna formon një trim me Merkurin, duke mprehur mendimet tuaja dhe duke rritur qartësinë. Ky aspekt mbështet idealisht planifikimin, organizimin dhe detyrat e orientuara drejt detajeve. Profesionalisht, aftësia juaj për të dalluar nuancat e ndërlikuara do të jetë e dobishme në lundrimin në situata komplekse. Besojini kësaj qartësie perceptuese për të identifikuar përmirësime të mundshme dhe për të rritur efikasitetin. Financiarisht, kërkimi i kujdesshëm çon në njohuri të vlefshme, duke e bërë atë një ditë të mirë për rivlerësimin e investimeve. Emocionalisht, lidhja me një rreth të ngushtë ndihmon në tokëzimin e energjisë së shpërndar. Ndani mendimet tuaja hapur për të forcuar lidhjet. Fizikisht, theksoni aktivitete që promovojnë mirëqenien mendore dhe fizike, të tilla si yoga ose meditimi. Shpirtërisht, eksploroni leximet filozofike ose shpirtërore, duke pasuruar rritjen personale. Ekuilibri është thelbësor sot, shmangni analizimin e tepërt për të ruajtur harmoninë. Lejoni që udhëzimi i brendshëm, i balancuar me mendimin racional, të udhëheqë vendimet, duke hapur rrugën drejt përparimit dhe përmbushjes paqësore në fusha të ndryshme të jetës. Horoskopi ditori Peshores, 1 qershor 2025. Peshorja, me hënën në një aspekt harmonik me Venusin. Dita e re ju fton të përqendroheni në ekuilibrin dhe bukurinë në jetën tuaj. Ky shtrirje rrit aftësitë tuaja natyrore diplomatike, duke e bërë atë një kohë të favorshme për negociata dhe zgjidhjen e konflikteve në mënyrë harmonike. Profesionalisht, zgjidhjet dhe bashkëpunimet krijuese do të lulëzojnë nën këtë energji. Sharmi dhe takti juaj mund të përparojnë ndjeshëm projektet. Financiarisht, eksploroni rrugë të ndryshme për të rritur stabilitetin, por mos harroni të vlerësoni me kujdes rreziqet. Në marrëdhënie, ju inkurajoheni të ushqeni lidhjet përmes përvojave të përbashkëta dhe bisedave të thella. Emocionalisht, aktivitetet që nxisin paqen dhe relaksimin, si arti ose muzika, kontribuojnë ndjeshëm në mirëqenie. Fizikisht, ekuilibroni punën me kohën e lirë për të ruajtur shëndetin. Merrni në konsiderat rutinat e buta të ushtrimeve që nxisin fleksibilitetin dhe hirin. Shpirtërisht, kërkoni harmoninë përmes meditimit, duke lejuar që paqja e brendshme të reflektohet nga jashtë. Duke u përqendruar në harmoni, kreativitet dhe diplomaci, jo vetëm që do të zgjidhni konfliktet, por do të përgatitni terrenin për pasurimin e mundësive të reja sot. Horoskopi ditori i Akrepit sot, 1 qershor 2025. Akrepi, ndërsa hëna zë një pozicion të favorshëm me Plutonin sot, ju jeni të mbushur me fuqi të madhe për të transformuar aspektet personale dhe profesionale të jetës suaj. Ky aspekt inkurajon vetanalizën e thellë, duke shënuar një ditë të përsosur për të përballur me çështje komplekse me një vendosmëri të re. Profesionalisht, instinktet tuaja vendimtare zbulojnë mundësi të fshehura me sfidave. Përqafojeni këtë aftësi hetuese për të çuar përpara projektet. Financiarisht, njohuritë e sotme mund të zbulojnë fusha kritike për përmirësim,
duke mbështetur stabilitetin afatgjat. Emocionalisht, kanalizoni energjitë intensive në lidhje kuptimplote. Komunikimi transparent forcon besimin dhe intimitetin. Jepini përparësi kujdesit për veten përmes praktikave introspektive si mbajtja e një ditari ose meditimi, duke ndihmuar në qartësinë emocionale. Fizikisht, angazhimi në ushtrime të fuqishme ndihmon në kanalizimin e energjive të fuqishme në mënyrë konstruktive. Shpirtërisht, eksploroni praktika transformuese që rrisin ndërgjegjësimin dhe nxisin rritjen personale. Përqafoni mundësitë e sotme për ripërtëritje dhe rigjenerim. Duke u përshtatur me fuqinë tuaj të brendshme dhe energjitë kozmike transformuese, ju shfrytëzoni potencialin për rritje dhe përmbushje të qëndrueshme. Horoskopi ditor i Shigjetarit, 1 qershor 2025. Shigjetari, indikimi optimist i Jupiterit përputhet bukur me hënën, duke ftuar mundësi dhe njohuri të gjera. Ky aspekt planetar inkurajon rritjen në horizontet personale dhe profesionale. Profesionalisht, përqafoni udhëtimet ose ndjekjet arsimore që zgjerojnë perspektivat. Këto përvoja do të frymëzojnë inovacionin. Financiarisht, partneritetet strategjike mund të hapin dyert për prosperitet. Sigurohuni që marrëveshjet të jenë transparente për të mbrojtur interesat. Shoqërisht, entuziazmi juaj tërheq lidhje të gjalla. Rrjedhëzimi mund të çojë në bashkëpunime emocionuese. Emocionalisht, ndarja e pikpamjeve të ndryshme pasuron marrëdhëniet, duke nxitur mirëkuptimin e ndërsjellë. Mos harroni ta bazoni këtë frymë aventureske me momente reflektimi dhe relaksimi. Fizikisht, angazhohuni në aktivitete në natyrë që plotësojnë kërkimin tuaj për aventurë, duke promovuar gjendjen fizike dhe vitalitetin, siç janë ecja në natyrë ose ciklizmi. Shpirtërisht, përqafoni përvojat e të nxënit që zgjerojnë vetëdijen tuaj. Sot, qasjet pozitive dhe me mendje të hapur ju lejojnë të kapni rastësitë e mundshme, duke siguruar një ditë të mbushur me rritje frymëzuese dhe optimizëm të rigjetur në aspekte të ndryshme të jetës. Horoskopi ditor i Briciapit, 1 qershor 2025. Briciapi, sot ndikimi i Saturnit formon një sekstile konstruktive me diellin, duke rritur shtytjen tuaj natyrore për arritje dhe rend. Ky shtrirje favorizon planifikimin e strukturuar, duke e bërë atë një ditë ideale për të organizuar dhe strategjizuar qëllimet afatgjata. Profesionalisht, leadershipi dhe angazhimi juaj ndaj përsosmërisë mund të çojnë përpara projektet me saktësi efikase. Financiarisht, përqendrohuni në ndërtimin e sigurisë përmes investimeve të kujdesshme. Buxhetimi i kujdesshëm mbështet prosperitetin e qëndrueshëm. Emocionalisht, besimi ushen marrëdhëniet, dialogët e hapur mund të përforcojnë lidhjet dhe të ndërtojnë një kuptim më të thellë. Siguroni ekuilibrin duke lënë mënjan kohë për relaksim mes kërkesave të punës. Fizikisht, përfshini rutina që zvogëlojnë tensionin, si shtrirja ose tai chi, duke promovuar mirëqenien. Shpirtërisht, meditimi dhe vetmia ofrojnë njohuri të vlefshme, duke i përshtatur veprimet me vlerat thelbësore. Sot, duke kombinuar ambicien me durimin, ju krijoni një themel të fortë për sukses dhe kënaqësi të qëndrueshme. Lëreni përpjekjen e disiplinuar të udhëheqë progresin tuaj, duke vendosur një kurs të qëndrueshëm për rrugën shpërblyese përpara si në sferat personale ashtu edhe në ato profesionale. Horoskopi ditor i Ujorit, 1 qershor 2025. Ujori, në ndikimet qellore të sotme, bashkimi i hënës me Uranin inkurajon qasje krijuese dhe veprime të guximshme. Kjo energji dinamike e mbush ditën tuaj me origjinalitet dhe depërtim të gjallë, perfekt për të eksploruar ide të pazakonta. Profesionalisht, mendoni jashtë kornizave. Perspektiva juaj inovative mund të iniciojnë ndryshime produktive. Megjithatë, keni kujdes që të paraqisni ide të qartë për të siguruar mbështetje dhe bashkëpunim. Financiarisht, mund të lindin mundësi të papritura. Merrni vendime të bazuara në kërkim dhe vizion afatgjat. Shoqërisht, ndani frymëzim me individ me të njëjtat mendje për të zgjeruar horizontet dhe për të forcuar rrjetet. Marrëdhëniet lulëzojnë nga risia dhe emocionet. Përqafoni spontanitetin për të lidhur mbi aventurat e përbashkëta. Fizikisht, eksperimentoni me aktivitete të ndryshme që angazhojnë si trupin ashtu edhe mendjen. Shpirtërisht, ushqeni kuriozitetin përmes zbulimeve që përputhen me rritjen dhe eksplorimin personal. Energjitë e sotme ju inkurajojnë të çliroheni nga rutina, të përqafoni genialitetin dhe inovacionin, duke përgatitur terrenin për ndryshime revolucionare që përfitojnë si objektivat personale ashtu edhe ato më të gjera të komunitetit. Horoskopi ditor i Peshqve, 1 qershor 2025. Peshqit, sot trini hënës me Venusin thekson dhe mshurin dhe kreativitetin,
duke ofruar një ditë plot frymëzim artistik dhe lidhje emocionale. Ky shtrirje rrit aftësitë tuaja intuitive dhe empatike, duke nxitur marrëdhënie të thella dhe shprehje shpirtërore përmes artit ose muzikës. Profesionalisht kanalizoni këtë kreativitet për të zhvilluar zgjidhje ose projekte inovative. Besojini instinkteve tuaja në proceset e vendimarrjes, pasi ato mund të zbulojnë mundësi delikate për rritje. Financiarisht, ushtroni maturi duke analizuar shpenzimet. Harmonizoni investimet me vlerat thelbësore për qetësi mendore. Emocionalisht, komunikimi i sinqert thellon lidhjet dhe mirëkuptimin me të dashurit. Kujdesi fizik për veten, si noti ose vallëzimi, lejon që energjitë emocionale të rrjedhin natyrshëm, duke promovuar mirëqenien. Shpirtërisht, kënaquni me praktikat meditative që harmonizojnë paqen e brendshme me përpjekjet e jashtme, duke rritur qetësinë. Përqafoni potencialin harmonik të ditës duke lënë intuitivitetin të udhëheqë udhëtimin tuaj, duke angazhuar kreativitetin dhe duke ushqyer marrëdhëniet, duke krijuar një përvojë të përmbushur dhe të pasuruar në të gjitha dimensionet e jetës. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.